debat të tillë dhe të kesh një maj... Ti ke debateve të se di që ke marrë guximin me marrë sot kryetar, nuk e kam qartë të dhonë pse ke debat jemi. Nëse pa mundëson, se çështjet e pamundësisë dhe planifikimin janë gjëra të tjera, sepse nuk kam asnjë arsye të ik debatit dhe prandaj jam këtu. Po debat jemi edhe kemi ekskluziv për shikuesit që në Kosovë, urdhro. Nuk ban kështu që qytetarët të mbushen minimal të pavërtetash që i përshkruhen qeverisjes tonë ku nuk janë pjesë e kohës dhe mandatit tonë. Pikërisht, çështja e degradimit të ndërtimit të stadiumit të vjetër Ismet Çabani ka ndodhur në mandatin 2013-2017. Pra, është projekt i drejtorisë së kulturës asokure, bile një kohë ka udhëheqë pikërisht zoti Haliti në këtë drejtori. S'është e vërtetë, kjo gënjeshtër të reposta. Dhe është zhvendosur projekti respektivisht tribuna e stadiumit të shtetit Ismet Çabani. Debati është duke shkuar kaq mirë, mos degradohet. Është zhvendosur tribuna sepse ka kaluar metrat dhe është prishur madje matja, po nuk ka dhënë dimensionet e duhura të ndërtimit të fushës së blartë, por ne si qeverisje e kemi ristrukturuar dhe jemi duke ristrukturuar. Tashme jemi duke ndërtuar aty një shkollë model, shkollën model Ahmet Hoxha. Që kjo është ajo që konfirmon vetë. E ka betonizuar stadiumin e qytetit të ndërtuar shkollë aty pa ndru destinimi, pa pyet qytetarë. Gjitha procedura, zoti Kurse, me të vërtet nuk mund të debatojmë kështu zoti Kushtem, ku ndërhyjet vazhdueshëm. Edhe aty e vazhdueshëm me të pavërteta. Sepse ky projekt është nisur gjatë mandatit kur ka qenë drejtor edhe zoti Haliti. Dhe ne në pamundësi për ta bërë fush për çka ishte destinuar sepse ka degraduar ai projekt, ne kemi ristrukturuar dhe përmes procedurave në kuvend është pajisur dhe tash është filluar me leje ndërtimore shkolla model Ahmet Hoxha, ndërsa në projektin ton e kemi paraparë që aty të ndërtohet një kompleks sportiv me 5 fusha, i cili do i shërbej